e një prezidenti konsenzual të këtij vendit. Faleminderit shumë. Unë nuk pajtona me Ilirin për shkak se për mendimin tem në bazë të përqindjes votave. Dhe më thonë, të njerëzve që kanë dalë, rezultati 43.03% pa i numëru votat e diasporës, për mendimin tem në një shtet normal, kudo në Evropë, kish me qenë fitore spektakulare, për mendimin tem, sepse e ka të drejtën e zgjedhjes së kryetarit të parlamentit dhe ka të drejtën e iniciativës për formimin e qeverisë. Nuk e di qysh e shohin humbje kur rezultati vetëvendosjes është më i madh se rezultati i dy partive më të mëdha. Aja nisëm tash me narrativën e shkurtit 2025-ës. Po jo, nuk është propagandë. Po që për shembull jeni marrë me politikë, ti kishit pas ju 43% para se na pjesë të misionit Po vetëm ta dëgjojmë Korçën. Jo, seriozisht. Që Iliri tha mina me politikë shumë gjatë. Ti kishe pas ti 40. Jemi marrë. Po. 43.03% pa numërimin e votave të diasporës, a kish qenë për ty? Mas 51% e kom quveni në zgjedhja, unë e kisha thonë dorëheqje. Unë e kisha thonë dorëheqje, edhe kisha thonë se jam për këtë sport, se jam kaluar me këtë vend. Po ti edhe ashtu si tu marrë tash me politikë. Unë po të kuptoj.